të paguar. Ti di media publiku, të paktën ata qytetarë të ndershëm që dalin. Dritan Goxhaj është person i cili paguhet nga Iran. Keni prova? Kemi prova dhe sigurisht që fakt publik më të pakundërshtueshëm se ky person i cili publikisht sulmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hesap të Republikës Islamike të Iranit, kjo është një provë e cila duhet administruar urgjencisht. Një gjë e tillë të dalish dhe të thuash në mes të studios televizive që këtu duhen vrarë udhëheqësit politik me plumb ballit, në asnjë vend mua më vjen shumë keq që prokuroria në këtë vend me iniciativën e vet nuk vepron që këta persona në asnjë vend tjetër nuk do të kishte ndodhur që ky person të livadhiste dhe të sulmonte policinë e shtetit. Po ky është debati.